Investimet në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike arrin në 70 deri 80 milion euro në vit. Administratori OSHE Enea Karakaçi ju përgjigj shqetësimeve të deputetëve në Komisionin Parlamentar të Ligjeve për furnizimin me energji elektrike në zona të ndryshme të vendit, duke bërë me dije se me fondet që janë në dispozicion, synohet që secili rajon të mbulohet me investime. Është e pamundur që nga ana jonë të kalohet në një investim për të mbyllur gjithë zonën. Investimet tona janë në nivele 70 deri në 80 milion euro në vit dhe patjetër ne jemi të detyruar që të prekim çdo cep të Shqipërisë, sepse kemi patjetër projekte prioritare. Për sa i përket buxhetit që ne kemi në dispozicion, ne përpiqemi që secilin rajon ta mbulojmë me investime dhe normalisht mund të ngelen disa fshatra pa u mbyllur, të cilat ne përpiqemi që të mbyllim në vitet në vazhdim. Karakaçi foli edhe për disa nga zonat prioritare ku do investohet këtë vit, me qëllim përmirësimin e furnizimit me energji elektrike. Këtë vit që është risi, ne për të parë shkojmë për rindërtim të linjës 35 kV në pjesën e Tamarës, Dugaxhinit e tjetër që kanë qenë zona që kanë qenë problematike për sa i përket cilësisë furnizimit. Në vitin 2025 është parashikuar një investim në vlerë rreth 150 milion lek në rikonstruksionin e rrjetit të me kablo ABC në stacionet e Fark, Fiderat Gjokaj, Prez, Vor, Rinas, Valias, Mzez e tjerë. Po ashtu në pjesën e le themi krujës dhe fushkrujës është parashikuar edhe zgjerimi i rrjetit 20 kV në zonën e Niklës që ju po ashtu e referuat. Për sa i përket në stacionet e Valiasit, ne shpresojmë që brenda muajit le themi qershor ose mesi i korrikut të kemi fillimin e punimeve aty. Prek gjithë zonën e le themi Kamzës dhe zonës përreth deri në Vor, të cilat kanë patur një situatë të le themi amortizuar. Të dhënat u bën me dije gjatë diskutimit të projektligjit për marrëveshjen e garancisë për kredin 45.75 milion euro nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, që do shkojë për të rifinancuar dhe zgjatur afatet kohore të overdrafteve ekzistuese me garanci shtetërore, të lidhura me bankat e nivelit të dytë për shkak të nevojave emergjente për likuiditet.